Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e shigjetarit. Shigjetar, java e parë e majit do të sjellë shumë ndryshime për ju, ndryshime pozitive. Jeni në një fazë ku e njihni veten shumë mirë, e dini se çfarë doni, e dini se çfarë është e rëndësishme për ju, për identitetin tuaj si person, si individ. Dhe do të filloni këto ndryshime në radhë të parë në mendjen tuaj, në mënyrën se si e shikoni, si e konceptoni botën. Pra, mendime që mund të keni pas negative, ose keni momente ku ndjeni pesimist, keni momente ku keni dyshime, keni momente ku keni frikra, pasiguri, paranoja, do të ndaloni veten, do thoni jo, e di çfarë, gjithçka po shkon mirë, gjithçka do të zgjidhet, gjithçka do të shkojë do të zgjidhet në mënyrën më të mirë të mundshme për mua, në kohën e dur, në momentin e dur. Kjo është vetëm një sprovë e vogël, çdo gjë do shkojë mirë. Dhe këtë formë të menduarit do ta transferoni edhe në marrëdhënie me të tjerët. Pra do ta distanconi veten nga dramat, nga konfliktet, nga debatet, nga marrëdhëniet që nuk sjellin asgjë pozitive në jetën tuaj. Dhe për disa shigjetar, kjo mund të ketë bëjë me raporte shoqërore, me raporte familjare, me raporte në çift. Nëse keni njerëz afër jush që janë persona që kanë tendencën për të tërhequr probleme të ndryshme, pra ato mund të mos kenë bërë asgjë ndaj jush konkretisht, mund të mos keni pasur ndonjëherë konflikt bashkë, po janë njerëz problematik, janë njerëz që gjithmonë kanë një hall, gjithmonë ju del një problem, gjithmonë ka një lloj drame në jetën e tyre, ju krijohet diçka, apo ankohen për diçka. Këto ju do të vendosin që të mbani distancë, sepse jeni në një fazë ku doni më të mirën për veten tuaj dhe sa më pak strese, sa më pak probleme të keni së jashtmi, aq më mirë do të jetë për veten. Është një fazë transformimi, një fazë pastrimi. Energjia e pesës më tregon një periudhë ku ti e largon atë çfarë strukturë, ndoshta edhe marrëdhëniet që mund t'i kesh mbajtur për hir të lidhjeve të gjakut, për hir të lidhjeve të interesave të përbashkëta, apo për hir të viteve që mund ta kesh njohur ti kë, dhe je në një proces që ti po lulëzon edhe po gjen identitetin tënd, veten tënde. Ju shikoj në javën e dytë shumë mirë, energjia e princeshës së shkopimëve është energjia juaj. Ju shikoj në një fazë ku ndjeni mirë, ndjeni bukur, ndjeni mirë fizikisht. Është një periudhë në cilën doni ta jetoni jetën, doni ta shijoni jetën, doni të jeni vetvetja, doni të bëni gjërat që ju pëlqejnë, pa u ndjerë të kufizuar. Kjo është shumë e rëndësishme për ju shigjetar. Pjesa e lirisë. Nuk doni të bëni kompromise për hir të tjerëve, për hir të rregullave, të shoqërisë, çfarë kërkohet për jush nga familja, nga puna. Ju doni ta jetoni jetën siç e mendoni ju që është më e mira juaj. Dhe ajo se çfarë vërtet ju bën të lumtur. Prandaj shikoj një javë ku do të dilni, do të argëtoheni, do të flirtoni, mund të keni njohje të reja, mund të keni një takim që do të jetë interesant gjatë kësaj jave me një person që ju pëlqen, do të merrni komplimenta, vëmendje shumë, kjo do t'ju bëjë të ndjeni vërtet mirë, do të bëni gjëra që janë interesante, që ndoshta nuk i keni bërë më përpara, që mund të konsiderohen si aventura, udhëtime në vende egzotike, një eksperiencë e veçantë e paprovuar më përpara, diçka që ju mbush me energji, ju mbush me adrenalin. Dhe nuk e kuptoni, do t'jetë vështirë për ju shigjetar, për të kuptuar pse të tjerët po krahasohen me ju, kur ju nuk bëni këtë krahasim me askënd. Ju thoni, unë jam unë, dhe krahasoheni vetëm me veten tuaj, pra me kush keni qenë më përpara, kush jeni sot, dhe kush doni të jeni në të ardhmen. Nuk shikoni ju konkurrencë me të tjerët, nuk thoni po pse bëri ky person këtë gjë ta bëj dhe unë. Jo, ju i bëni gjërat kur doni vetë, kur është më e mira për ju. Dhe prap kalojmë tek energjia e pesës. Pra kjo mënyra ndoshta konfidenca juaj, ky besimi që keni në vetvete, fakti që jetoni jetën duke qenë 100% ju pa u friksuar se çfarë mendojnë të tjerët, këtë ju a kanë zili njerëzit, sepse shikoj edhe në javën e tretë që kthehen përsëri duke u ngacmuar, duke u munduar të nxjerrë një anë tuaj të ju
t'ju provokojnë për të filluar një konflikt, apo për të rënë prej lojrave të tyre, dhe ju prap indiferent, prap merreni me jetën tuaj, prap shikoni gjërat tuaja dhe nuk doni t'ja dini. Po ka shumë xhelozi, ndonjëherë të qenurit 100% vetvetja është një ngacmues për njerëz të tjerë që nuk e kanë ndoshta të njëjtin luks që e keni ju, apo nuk e konceptojnë dot të jenë kaq të lirë sa që jeni ju, të jenë kaq të lumtur, kaq pa komplekse sa që jeni ju, nuk e konceptojnë dot këtë gjë dhe kjo ju i bën edhe që të thoni si ka mundësi, pse ndryshove kaq shumë, pse vepron në këtë formë, mundohen të gjejnë kritika, të gjejnë vrejtje me ju, të gjejnë diçka për të thënë, për t'ju bërë të ktheheni ashtu siç ata ju kanë njohur, ose ashtu siç ata ndjehen më mirë, më rahat rreth jush. Ky version i ri i juaj do të jetë shumë ngacmues për njerëz të tjerë. Prandaj një gjë që është mjaft e rëndësishme gjatë muajit maj është që të vendosni kufi të qartë, bariera të qarta. E them këtë sepse shikoni, kemi 2 javë në të cilat ka konflikte, ka ngacmime, ka debate rreth jush dhe ju përpiqeni që ti evitoni, sidomos java e fundit do të jetë ajo javë ku ju do ta ndjeni këtë ngarkesën e të tjerëve opinionit, se sado që ti mos thuash nuk dua t'ja di, nëse je në një ambient ku ndjen një lloj trysnie të vazhdueshme, një ambient ku të ngacmojnë vazhdimisht, ku të thonë diçka vazhdimisht, ku s'të lën t'jesh rahat, t'jesh vetvetja, do ta ndjesh atë gjë, do ta ndjesh në trupin tënd, në energjinë tënde, do ta ndjesh në ngarkesën që ti ke. Prandaj më e mira do të ishte të bënit një ritual pastrimi gjatë javës së fundit të majit, për të larguar negativitetin, për të larguar ndoshta edhe syrin që mund të keni mbledhur, atë që themi syri i keq, ose xhelozin, inatin e të tjerëve, dhe për të vendosur kufin të qartë. Nuk mund të vazhdoni të qëndroni në të njëjtat ambiente dhe të prisni që njerëzit thjesht të përshtaten me këtë version tuaj. Duhet që me ndryshimin tuaj të ndryshoj edhe ambienti rreth e rrotull jush, sepse këto ngacmime, këto thumbimet është një lloj si dikush të të pickoj vazhdimisht me diçka, dhe ajo do të lërë shenjë, sado të duket si një pickim i vogël, do të lërë shenjë me kalimin e kohës nëse vazhdon si situatë. Prandaj që mos lëndoheni, jo më kot, edhe nga në tarot e para shqiptare, tek letrat e mia, unë kam vendosur simbolikën pikërisht të kraut, të vrarë, pra që nëse ti nuk e mban këtë, nuk e ndërton këtë kufirin, ti tregosh të tjerëve, shiko se deri këtu i ke limitat me mua, këto limite nuk kalohen, dhe këtë mund ta bësh me fjalë në mënyrë të drejtë për drejtë, po mund ta bësh edhe me sjelljen tënde, duke e kufizuar kohën që ti ju jep këtyre personave. Pra nëse më përpara ke folur çdo ditë, fol 2 herë në javë, nëse më përpara i ke takuar shumë shpesh, takoj më rrallë. Pra në këtë formë ti tregon që ke një lloj qëndrimi, ke një lloj distancimi për të mbrojtur veten tënde, për të mbrojtur energjinë tënde, për të mbrojtur këtë version të ri që ti do, mënyra se si do ta jetosh, sepse energjia e pesës ka të bëjë me bukurinë. Shikoj një problem i madh që femrat, sidomos të shenjës së shigjetarit, por edhe meshkujt, një problem që ju e keni dhe që krijon shumë tensione, ka të bëjë me pamjen tuaj. Mundet që kjo t'ju ketë shoqëruar që nga fëmijëria deri tani, po mundet të jetë edhe për faktin që ju i keni kushtuar shumë vëmendje pamjes së jashtme, pra keni kaluar në atë që themi në anglisht si glow up, keni bërë një transformim në pamjen tuaj të jashtme, mund të keni përmirësuar diçka tek vetja që ndoshta e keni pasur si problem ose si kompleks më përpara, keni ndryshuar, keni rregulluar dhëmbët, në mënyra se si jeni kujdesur më shumë për trupin, mënyra se si mbani flokët, apo mënyra se si bëni make-upin për femrat, mënyra se si visheni për meshkujt, ose trupi juaj, keni bërë një lloj transformimi që ka të bëjë me pamjen e jashtme, që ka krijuar një xhelozi të jashtëzakonshme, që njerëzit
nuk e kuptojnë dhe mundet edhe të dëgjoni fjalë të tilla që ua, po pse je dobësuar kaq shumë? Çfarë ka ndodhur? Mos ke qenë sëmur, mos ka ndodhur diçka që je dobësuar, që ti ndoshta mund ta kesh bërë me vetdije të plota, apo o s'ke punë tjetër ngelen palestër, ose gjëra që ti e di që po t'i thonë me një tendencë të kësaj natyre. Vin nga ky transformimi kaq i bukur i juaj, një transformim që vezulloni dhe kjo është shumë për ata që ju kanë njohur më përpara në atë versionin e vjetër tuaj, ato nuk ju kuptojnë dot edhe kanë të inat, ndoshta vetë kanë të njëjtat synime, po nuk i arrin dot me të njëjtën disiplinë siç keni treguar ju, me të njëjtën këmbgulje, nuk e bëjnë dot edhe kjo sjell këtë lloj sjellje, këtë lloj reagimesh, po përpiquni që të vendosni bariera kufin të qartë, sepse jeni në një fazë që ju po përmirësoheni, po zhvilloheni. Nëse të tjerë duan të qëndrojnë pas, le të qëndrojnë pas dhe ju vazhdoni përpara. Prandaj edhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju është purification ose pastrimi, Snapdragon. Kjo lloj lulje lidhet me energjinë e komunikimit dhe kemi edhe simbolin e binjakëve. Shikoni prap numri 41, 4 + 1 5. Pesa ju thash xhelozi që lidhet me bukurinë, xhelozi që lidhet me faktin që ju lëvizni shumë, që ju ndoshta udhtoni shumë, që ju shkoni në vende që janë të bukura, vende që janë interesante, xhelozi që lidhen me faktin që ti jeton jetën si çdo vetë dhe nuk pyet askënd për asgjë, je vetvetja, pa kompromise, pa kufizuar veten në asnjë lloj drejtimi. Këto janë arsyet. Dhe energjia e binjakëve më tregon që ka shumë thashetheme rreth jush, jashtëmase, domethënë ju jeni si magnet për thashetheme shigjetar, duket sikur s'kan çfarë bëjnë të tjerët përveç se të flasin për ju edhe për jetën tuaj dhe të diskutojnë gjëra që lidhen me ju, por shikoj që xhelozinë më të madhe dhe fjalët më shumë i merrni ose nga fqinjët, pra nga njerëzit nga komshinët, nga njerëzit që jetojnë afër me ju, ose nga kushërinj në rrethin tuaj familjar të gjerë, jo familja e vogël e juaja, po rrethi i gjerë familjar, janë ata që flasin më shumë për ju, që bëjnë thashetheme më shumë për ju dhe janë ata për të cilët duhet të purification, duhet të pastroni energjinë tuaj, duhet të mbroheni. Do të ishte mirë në këtë fazë shigjetar që të mbanit me vete edhe një gur mbrojtës ose një kristal mbrojtës. Mund ta mbani si byzylyk në dorë për të mbrojtur energjinë tuaj, gjetë si një formë hajmalie për t'ju mbrojtur në çdo kohë, mund ta mbani si varse, si vath, në trup është shumë mirë kur e mban direkt në trup sepse ju mbron, por mund ta mbani edhe si një gur në çantë apo me vete gjatë gjithë kohës. Unë do t'ju rekomandoja byzylyk që janë me obsidian, që janë me turmolinën e zezë, me kuarcin e tymosur, që janë disa nga gurët që ndihmojnë për të pastruar energjinë, ose onksin e zi që ndihmojnë për të pastruar energjinë, për të larguar këto negativitetin, është shërben si një mburoj. Unë kam byzylyk varse, vath të cilësisë më të lartë me gur dhe kristale. Nëse jeni të interesuar, futuni tek websajti im dhe shikoni se çfarë ju pëlqen, mund t'i porosisni direkt nga websajti në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu poshtë tek video. Kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin maj. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, ju uroj gjithë të mira dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit shigjetar, mirupafshim.